Tensionet mes Shtetet të Bashkuara dhe Venezuelës kanë hyrë në një fazë kritike pas paralajmërimit të presidentit amerikan Donald Trump drejtuar Nicolas Maduros që të largohet menjëherë nga pushteti nëse dëshiron të garantojë sigurinë e familjes së tij. Sipas raportimeve të Miami Herald dhe New York Times, Trump ka konfirmuar se ka zhvilluar një telefonat me Maduro në javën e kaluar, duke i ofruar atij bashortes Cilias Flores, të djalit të tyre, një kalim të sigurt jashtë Venezuelës. Burimet diplomatike kanë cilësuar këtë komunikim si një përpjekje të fundit për të shmangur një konfrontim të drejtë për drejtë. Megjithatë, dy liderët nuk arrin të ulin tensionet. Maduro ka refuzuar ultimatumin, ndërsa Trump ka deklaruar se nuk dëshiron të komentojë hollësitë e telefonatës, por ka pranuar se ajo nuk shkoi as mirë as keq. Në një deklaratë të bërë të shtunën, Trump njoftoi se hapësira ajrore mbi dhe rreth Venezuelës duhet të konsiderohet plotësisht e mbyllur, pa dhënë të tjera detaje. Ky vendim është interpretuar gjerësisht në Venezuelë si një sinjal i qartë për një ndërhyrje më të afërt, duke shkaktuar panik dhe pasiguri ku qytetarët presin me ankth çdo lëvizje të re të shtëpisë së bardhë. Ndërkohë, administrata amerikane raportoi se po vlerësoi një sër opsionesh të mundshme ushtarake si një pjesë e operacionit Shtiza Jugore e nisur nga Departamenti i Luftës. Planet përfshin bombardime të instalimeve ushtarake, laboratorëve të prodhimeve të kokainës dhe madje një goditje të pallatit presidencial në Caracas. SBA akuzon Maduron për rol të trafikut të drogës drejt tregut amerikan, ndërsa presidenti venezuelian i ka mohuar kategorikisht këto pretendime, duke cilësuar si pjesë e një fushate presioni politik. Situata mbetet e tensionuar dhe paqartë ndërsa komuniteti ndërkombëtar paralajmëron rrezikun e një konflikti të ri në hemisferën perëndimore.